Territori shqiptar për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me intervale dielli në shumë zona, ndërsa në disa zona do të ketë vranësira të pjeshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe kthjellime të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 7 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 11 gradë Celsius, Peshkopi 1 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 7 deri në 14 gradë Celsius, Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 5 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 6 deri në 14 gradë Celsius, Berat 6 deri në 14 gradë Celsius, Korç -1 deri në 8 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 6 deri në 15 gradë Celsius.